Dhënia zyrtare nën akuzë e personazhit që ka pasur më shumë poste të larta shtetërore pas komunizmit, përkatësisht Ilir Metës, është një fakt historik i rëndësishëm. SPA ka dërguar në një proces penal për të paktën 3 akuza të rënda, ish kryeministrin, ish kryeparlamentarin dhe ish presidentin e Shqipërisë. Por nga që aksioni i SPA ndaj zyrtarëve të lartë është kthyer në rutinë tashmë, ngjarja e madhe nuk ka marrë rëndësinë e duhur, qoftë edhe për influencën e personazhit Meta në pallatet e pushtetit, që ende dhe kësaj dite e ka. Problemi penal dhe personal i çështjes në fjalë tashmë është në duart e drejtësisë, por edhe të kronikanëve gjyqësorë që do ta pasurojnë ditë pas dite, seancë pas seance. Përpos çështjes penale, asaj dramatike të çiftit dhe familjes Meta, që parë në narrativat televizive vjen edhe me nota tragjike, siç e tregon ashtu edhe siç e qesin veten Monika. Ekziston në fakt historia e vërtet politike e Ilir Metës, i cili sot ka rënien e tij totale pas një shkëlqimi të gjatë, të ishte dritëroj gjallë, edhe pse e ka pasur mik të ngushtë Ilirin dhe shpesh e ka ndihmuar në karrierë. Një novela tregim do ta kishte bërë, ose edhe nëse jo për konflikt interesi prej miqësisë, mund t'ia kishte sugjeruar ndonjë miku të tij konfident, sepse kjo Ilir Metës është një histori mjaft tërheqëse, si një personazh periferik në takimin e studentëve me Ramiz Alin, pa marrë pjesë në grupin themelues të Freshit, bëhet kryetari i tij dhe bëhet kandidat për deputet në zonën më të sigurt në PS, siç ishte edhe Poliçani, e më pas nën kryetari i PS-s, sekretar shteti në Ministrinë e Jashtme, kryetari i PS-s për Tiranën, zëvendës kryeministër, prap zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm, sërish zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm, më pas zëvendës kryeministër dhe ministër i energjetikës dhe industrisë, pastaj kryetar kuvendi e më në fund presidenti i Republikës. Ilir Meta e nisi politikën me një katapultim tejet enigmatik në Partinë Socialiste, të cilën e tregojnë themeluesit kryesor të Fresh, pasi atyre ju prezantua si një ardhje e re nga një personazh që realisht flet pak dhe fsheh enigmën e katapultimit të tij. Musa Ulqini, gazetar dhe kryetari i PS-s së Tiranës në vitin 1991, u prezanton themeluesve të Freshit Ilir Metën, i cili vinte nga Fakulteti Ekonomik dhe kishte përvojë si telekronisti Ahmet Shqarrit në emisionin Nga njëra ndeshje në tjetrën, si dhe një amator në sportin e peshngritjes. Katapultimi i Metës në kryet e eurosocialistëve të Tiranës u bë pa dëshirën e themeluesve, por me urdhër nga lart, madje në prezantimin e parë të eurosocialistëve në TVSH, ku drejtuese e programit ishte një pjesëtare e Freshit. Ilir Meta arriti të ketë kohën më të madhe dhe u dallua nga të tjerët, gjë që e thanë edhe disa drejtues të PS-s që lobonin shumë për të. Një nga këto ishte dhe Namik Dokle, i cili po përhapte namin e yllit në ngjitje në disa takime që zhvillojnë në rrethe. Në zgjedhjet e 22 marsit 1992, Ilir Meta u propozua si kandidat për deputet në rrethin e Skraparit, që kishte 2 zona elektorale, Çorovodën dhe Poliçanin. Iliri kandidoi në Poliçan. Ishte koha kur 100 deputet zgjidheshin direkt dhe 40 prej tyre nga lista shumë emërore përmes proporcionalitetit kombëtar. Ilir Meta ishte një nga 6 deputetët e PS-s që fituan në këto zgjedhje direkte, jo nga lista. Skrapari nxori 2 deputet socialist, bashkë me Kuçovën, Lumin e Vlorës dhe Fatos Nano me zi fitojnë në zonën e bllokut të Tiranës së Re. Në intervistën e tij të parë si president i Republikës, Ilir Meta deklaroi se një nga takimet e para që zhvilloi si deputet ishte me ambasadorin e Rusisë në Tiranë, ku kërkoi që të studionte në Moskë. E çuditshme kjo deklaratë. Megjithatë, le të rikthehemi te fillimet. Një vit pasi bëhet president i Republikës, Sali Berisha dekoron me titull pishtar i demokracisë disa nga pjesëmarrësit në lëvizjen studentore. Në radhët e eurosocialistëve kishte disa nga këto pjesëmarrës, por në takimin me Ramiz Alin ishin vetëm Ilir Meta dhe Pandeli Majko. Berisha zgjodhi të dekorojë vetëm Pandeli Majkon dhe jo Metën, një diversion i pastër politik që u mori si një përzgjedhje apo paragjykimi i presidentit, në ato kohë ende mjaft popullor, tek Majko e jo tek Meta që shihej si radikal i majt. Një vit më parë, Safet Xhulali, ministri i mbrojtjes i asaj kohe, vendos që të shkurtojë personelin e prodhimit të uzinës ushtarake në Poliçan, vendim që shkakton një grev të fortë dhe një revoltë në qytetin e vogël të Skraparit, protestë që u mbajtë fshehur nga vetmja media televizive në vend dhe që arriti të çajë bllokadën mediatike nga ai pak shtyp i shkruar i pavarur dhe opozitar. Ilir Meta me shkathësi arriti të përkrah popullin e Poliçanit, ku fitoi mjaft popularitet. Muaj më vonë prokuroria e Sali Berishës i hoqi imunitetin, duke i dhënë edhe më shumë përkraje nga krahu i militantëve të PS-s. Një lëvizje e fortë e cila nuk ishte as pak e rastësishme dhe ndodhi pikërisht përpara arrestimit të Fatos Nanos, me një shënjesër të largët nga Berisha për të shkaktuar një diversion në PS dhe krijimin e një fraksioni brenda saj. Përkatësisht për çarje të PS-s, pasi 6 muaj pas zgjedhjeve të 22 marsit, Partia Demokratike humbi zgjedhjet lokale, ku pas shumica e shqiptarëve ishin të majt, pikërisht në kohën kur krijohen 2 grupe në PS, ku njëri drejtohej nga Ilir Meta, që nisi të bëjë gati një kramarrje e pushtetit të Nanos në parti, duke arritur që të kap shumë deg në rrethe, por intriga e Ilir Metës, edhe pse e trajtuar holl, nuk arrin të realizohet, pasi bie brenda një gracke që Fatos Nano ja përgatit nga burgu i Bënçës. Nëpërmjet një loje strategjike, Nano mbështet në Kongresin e Freshit të 1994-s që
Ilir Meta të zgjidhet kryetar, duke rrëzuar Pandelimajkon, të cilin e nxit që të flas lirshëm nëpër media duke kritikuar regjencën e PS-s. Meta i rën në Grack, del hapur dhe vijon bashkëpunimin me Berishën, sidomos në vitet 95-96, duke fabrikuar shkrime kundër disa politikanëve socialist për të krijuar kaos tek Fatosnano. Në vitin 1996, Berisha bën gati arrestimin e Gramoz Ruçit, i cili largohet jashtë vendit me synimin që Ilir Meta të bëhet numri 2 dhe të marrë në dorë edhe organizimin e PS-s, por Nano çon mocionin për ndryshim, ku Ilir Metën e largon nga e gjithë udhëheqja. Në postin e numrit 2 vjet Recep Mejdani dhe pas tij Pandelimajko, i cili drejtoi grupin e mocionistëve në kongresin e 96-s, ku i ndjeri Dritëroa Golli, tentoi të mbështesë Ilir Metën, por që në fund nuk i arriti. Ilir Meta ndërkohë ishte bërë çift me Monika Kryemadhin, e cila ishte një nga udhëheqëset eurosocialiste. Dalja e Fatosnanos nga burgu e gjen Ilir Metën të mënjanuar totalisht në udhëheqjen e PS-s, por Nano e cakton sërish deputet në skrapare pas fitores i ofron postin e sekretarit të shtetit për ministrinë e jashtme, duke i kërkuar heqjen dorë prej mandatit të deputetit. Meta nuk e pranon, e nis një luftë me Fatosnanon, duke u kthyer së bashku me Anastas Angelin në raportuesin kryesor kundër tij në ambasadat e huaja, kryesisht në atë të SBA-s, Greqisë dhe Italisë. Nëpërmjet njerëzve të tij në media, Angeli me Metën bombardojnë me lajme kontrabandën masive që po zhvillon grupi i Gazdemit dhe Gramoz Ruçit, ku në 3 muajt e para doganimet ishin zero. E njëjta gjë edhe në portin e Durrësit, ku Nano kishte nisur të lëvizte grupin që kontrollonte këtë port. Në këtë kohë ky grup, duke ndier rrezikun, nis të mbështesë edhe financiarisht Ilir Metën, i cili bëhet financiarisht i fuqishëm, duke afruar rreth vetes e paguar disa nga gazetarët më me influencë në atë kohë. Ky presion shkakton efekt, e Athina sidomos, por edhe ambasada amerikane nisin akuzat për korrupsion dhe trafiqe ndërkombëtare ndaj Fatosnanos, i cili duke e kuptuar burimin e të gjithë kësaj, ndërmerr një lëvizje spektakolare në qeveri, emëron Anastas Angelin ministër të punës dhe çështjeve sociale, duke larguar Elmaz Sherifin, bën pakt me Ilir Metën që mund të jetë sekretar për çështjet e jashtme duke ruajtur mandatin e deputetit, si dhe sjell Edi Ramën nga Parisi për ta bërë ministër të kulturës. Ilir Meta trembet shumë, sidomos kur në media nis të përhapen lajme se bashkë me Ramën, Nano do të ngjisë në PS dhe zëdhënësin e tij Ben Blushi, të dy intelektualisht shumë të lartë se Meta, krijojnë një tension që përfshin edhe shërbimet sekrete të vendeve fshinje. Si përfundim, në shtator vritet Azem Ajdari dhe ndodh kryengritja ndaj kryeministrisë. Fatosnano aratiset në Maqedoni, në ambasadën tonë në Shkup, ku ambasadori ishte miku i tij i ndjeri Fatmir Kumbaro. Ilir Meta dhe Anastas Angeli, të hipur në një diagaç, marrin përsipër të tregojnë se kanë në dorë situatën. Ilir Meta, i këshilluar nga Angeli dhe këshilltarët e tij në PS, e shohin Edi Ramën, Ben Blushin, apo edhe të tjerët që po sillte Nano, si figura në ngjitje që mund të eklipsonin gardën e vjetër. Për këtë arsye, Ilir Meta propozon që Edi Rama të jetë kandidat për kryetari i Bashkisë së Tiranës për PS-n. Meta e bën këtë lëvizje për të djegur Ramën, por kur Rama fiton, nxiton që ta bëjë aleat, madje në prezencë të Fatosnanos. Rama thotë se unë me Ilir Metën kemi një plan 10 vjeçar. Kryetari i PS-s i gjindosur largohet dhe në inat e sipër shkakton një aksident gati fatal me makinë. Nano në një ditë të keqe shtrohet urgjent në spital në Greqi. Edi Rama vrapon me një tufë lule për t'i uruar shërim të shpejtë. Ilir Meta gjindoset. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2001, Meta bën gjithçka për të fituar zgjedhjet si kryeministër, ndërkohë që Fatosnano kishte synimin që të bëhej president dhe së bashku ngren skemën e Dushkut, skemë ku Nano kësaj radhe bie pre Grackës së Ilir Metës. PS fiton 2/3 e votave bashkë me aleatët, por ndërkombëtarët nuk ja njohin. Meta nuk shndroi as 6 muaj në qeveri dhe Nano e zboi nga PS në kongresin e fundit të 2003-shit. Aty lindi LSI, ku Ilir Meta mori me vete të gjithë të pakënaqurit nga katharsi i Nanos, duke ju premtuar se ai do t'i marrë partinë kryetarit. Arriti t'i hedh trut gomarit të gjithëve në PS, që u kishte ardhur në maj të hundës nga Fatosnano dhe arriti ta rrëzoi nga pushteti në zgjedhjet e vitit 2005. Ky akt politik e zboi Ilir Metën përfundimisht nga PS-ja, së bashku me ato figura që kishte tërheq pas vetes, pasi kishte sjell në pushtet Sali Berishën. Edi Rama ndërkohë kishte 2 vite që proklamonte në përtakime partie që do të vijë Berisha, të cilin e ndihmonte me Koço Kokdhimën dhe lëvizjen mjaft të Erion Veliajt. Kaposhat, doganiere tatimor të PS-s talleshin me Edin, që në fakt u doli profet, të cilin e votuan në vitin 2005 si kryetar të PS-s, gjë që e tërboi Ilir Metën, që tentoi një lojë të ngjashme për të rihur në lojë. Edi Rama merr një këshilltar britanik i cili konsiderohet gjeni. Ai i jep këshilla të acarojë situatën, që ta bëjë toksike marrëdhënien mes Berishës dhe Metës. Ilir Meta i hyn me lopat, sa bën edhe njerëzit të tij të tmerrohen nga lubia e korrupsionit dhe abuzimit, edhe pse vetë këta zyrtarë u pasuruan në mënyrë të shpejtë. Ndodh video e bujshme e Dritan Priftit. Sali Berisha e mbroni Ilir Metën me të gjitha mjetet për të mos shkuar në burg dhe pastaj e përdor si peng, siç e ka pasur gjithmonë. Ndodh 21 janar i tmerrshëm i vitit 2011, e pas pak muajsh zgjedhjet lokale, ku Ilir Meta i hyn me dhunë elektoratit të majt, kryesisht në njësinë 5 dhe 7
në Tiranë për të blerë vota në familjet e varfra. Me këtë punë janë marrë kolonët e Petrit Vasilit dhe Edmond Haxhinasto. Vota arriti në 50 euro për frymë, aq sa blihet sot në Italinë e Jugut. Ndërkohë Edi Rama i kërkon një copë të madhe pushteti duke i premtuar se do ta rrëzojë Sali Berishën si kryeministër përpara zgjedhjeve të vitit 2013, duke u larguar nga koalicioni më 1 prill, por Edi Rama i jep Sali Berishës 3 deputet të tij për të ulur peshën specifike të aleatit që kërkon të bëhet i rëndësishëm më shumë se ç'është. Me ta gjendocet dhe hyn sërish operacionit të blerjes së votave, kësaj radhe tek e djathta, kryesisht në njësinë 8 dhe 10 të Tiranës, me logjik për t'i pasur edhe në zgjedhjet lokale. Më 23 qershor 2013 Edi Rama dhe Ilir Meta fitojnë 1 milion vota, ku PS merr 66 deputet dhe LSI 16. Së bashku mund të miratojnë çdo ligj. Ilir Meta bëhet kryetari i parlamentit dhe Edi Rama kryeministër. Rama e nis me provokime, duke i sjellë një variant të BKH-s nën kontroll nga Ministria e Brendshme. Meta destabilizohet dhe rrëzon. Më pas kreu i PS-s bëhet i butë dhe pranon një ritual që Ilir Meta e konsideron si fitore, sipas të cilës kryeministri mund të shkojë në zyrën e tij çdo të njëjtë, që Rama e bën deri në momentin kur sjell në parlament reformën në drejtësi. Aty Ilir Meta rilidhet me Sali Berishën dhe së bashku bëjnë planin për të rrëzuar Edi Ramën, i cili e fut në kurth me Koço Kokdhimën që luan Mojsi Golemin dhe Recep Mejdanin që bën viktimën. Rama mbijeton duke i marrë deputetet LSI-s, si Shkëlqim Selmanin dhe një deputet të Beratit. Pas kësaj vjen Çadra, pastaj amerikanët. Pakti me Bashën e Ilir Meta që i kërkon ndihmë Sali Berishës, i cili i fal votat e tij më radikale. Ndërkohë që Meta po me Edi Ramën negocion që ta bëj president të Republikës, me votat e PS-s dhe LSI-s, PD nuk e voton. Meta bëhet president dhe Edi Rama fiton zgjedhjet. LSI fiton 18 deputet, por që nuk i duan askujt. Ilir Meta destabilizohet sërish dhe emëron të shoqen në krye të partisë. Më pas ndodh 2019, djegja e mandateve, dekreti, komisioni për shkarkim, mbyllja mandatit, pazaret me Ramën për një armë pushim, e në fund në 2021 rrëzimi. Të gjithë mbajmë mend ngjarjen më të rëndësishme, arrestimin e dhunshëm të Metës nga policë të maskuar e më pas mbylljen e QELI ku ndodhet edhe sot. Njeriu që ka marrë në moshën më të re të gjitha postet e larta të shtetit, kryeministër, kryetar parlamenti, president, ministër, zëvendës kryeministër e deputet, por që sot nuk është asgjë, arriti të fusë me shiringa parashit den në opinion sikur ishte kingmaker, pra faktori i tretë politik, por që në realitet u përdor si xhol nga më të mëdhenjtë e politikës, Fatos Nano, Sali Berisha dhe Edi Rama, të cilët sot nuk kanë asnjë mëshirë për njeriu që e përdorën, e sot e shtrydhen deri në pikën e fundit të lëngut acid.